për fat të keq, jemi ende sot në gjendje të njëjtë sikurse dje, me protesta të cilat I kuptoj plotësisht, po ju kërkoj falje qytetarëve që faktikisht është ardhur deri te kjo pozitë, përkundër faktit që ne kemi paralajmëruar me muaj të tërë për bllokadat që po I bëhen kryeqytetit prej Ministrisë të Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra vazhdon që mjetet tona vetanake të jenë të bllokuara nga Ministria e Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra atë që ne e kemi me ligj, e meritojmë me ligj, janë të hyrat tona vetanake, diku rreth 35 milion, me të cilat ne normal që do t'i kryejmë të gjitha në momentin kur ato transferohen në kontët e kryeqytetit, atëherë edhe ky problem do të zgjidhej menjëherë, po ja që dje ishim edhe me protestuesit aty përpara Ministrisë të Financave, përpara Qeverisë të Kosovës, ku unë kërkova një takim urgjent me ministrin në detyrë, me kryeministrin, po ata refuzuan të takohen. Jam edhe sot I gatshëm të takohemi menjëherë aty në kryeministri, në ministri, apo në komunë, apo kudo që ata dëshirojnë të takohen, edhe tash bllokojmë këtë proces, sepse po them, është një çështje që nuk është problem, po bëhet problem pa pas nevojë. Zgjedhjet tash lokale kanë përfunduar, ju lutem edhe një herë që t'i lejmë politikat bllokuese të mrapshta prapa, fondet të cilat neve na takojnë me ligj, t'i transferojnë menjëherë, që këta njerëz, këta protestues këtu, t'i marrin pagesat e veta, t'i marrin pagat e veta, familjet e tyre të kenë të ardhura ashtu siç e meritojnë, sepse kanë punu, edhe kanë prit me muaj të tërë të zgjidhet ky problem, po ja që edhe sot për çfarëdo inate apo çkado që është, vazhdon të ecë ky problem.